Një burr me syze të errta, kapuç me logon e filmit Joker, shall që ka mbuluar fytyrën dhe doreza që fshehin tatuazhet, përballti një Kalashnikov, 2 radio dhe një dhomë zymt me një pikturë të Krishtit mbi mur. Kështu nis takimi i gazetares së CNN me një antar të kartelit të Sinaloas, një nga rrjetet më të fuqishme kriminale në botë, që tashmë nga SBA të shpallur organizatë terroriste. Po, është e trishtueshme, por jeta vazhdon, familjet kanë nevojë të hanë, tha ai. Për të atakuar këtë njeri në Culiacan, zemra e këtij karteli, janë dashur javë të tëra për të verifikuar identitetin e tij dhe për ta bindur se nuk jemi pjesë e ndonjë agjencie ligjzbatuese, shkruan CNN. Rrethi ishte i qartë, as polica as DEA as CIA, vend takimi ishte një shtëpi e zakonshme në një lagje të kontrolluar nga kartelet. Ai pranon se është prodhues i fentanilit, opioidi sintetik më vdekjeprurës në SBA, ku mjaftojnë vetëm 2 mg për të vrarë një njeri. Kimikatet bazë vijnë nga Kina dhe përpunohen në laborator të vegjël të fshehtë në Meksik. Biznesi nuk po ecën si më parë, por ne kemi mësuar të përshtatemi, shpreh ai. Tani prodhojnë në sasi më të vogla në laborator lëvizës që zhvendosen shpesh për t'u shmangur bastisjeve të ushtrisë. Një rrjet radiosh mban lidhjen me vëzhgues të armatosur që sinjalizojnë për çdo lëvizje të policisë ose ushtrisë. Një qasje e re ndaj luftës me kartelet, përballë presionit nga SBA që kanë paralajmëruar ndërhyrje ushtarake dhe rritje të tarifave, presidenti i re e Meksikës ka ndryshuar kurs. Mira ushtarë të gardës kombëtare janë dërguar në kufirin verior për të ndalur trafikun e drogës, ndërsa qendra të tjera janë vendosur në Sinaloa. Zyrtarët thonë se në 6 muajt e parë të presidencës së saj janë arrestuar mbi 17.000 persona për krime të rënda dhe janë sekuestruar mbi 140 ton drogë, përfshirë 1.5 ton fentanil dhe mbi 2 milion pilula. Ndërkohë vetëm gjatë vitit kaluar, autoritetet amerikane kanë sekuestruar mbi 24.000 pound fentanil. Megjithatë, qeveria meksikane zyrtarisht mohon se fentanili prodhohet në vend, duke pretenduar se shumica e laboratorëve janë të destinuar për prodhimin e metamfetaminës. Lufta në terren një betejë në hijet e maleve. Në një mision ajror me helikopter të ushtrisë meksikane mbi Sinaloa, ushtarët kërkojnë shenja të laboratorëve të fshehtë, gjurmë, tel elektrik, burime ujë, gjithçka që mund të tregojë praninë e një baze prodhimi të drogës. Laboratorët sintetik shpesh janë të pajisur vetëm me tenxhere, maska mbrojtëse, enë plastike dhe flet nailoni që i mbrojnë nga zbulimi ajror. Në një rast, ushtria zbuloi një laborator metamfetamine që ishte braktisur vetëm një ditë më parë. Ushtria gjeti ende ushqime, ujë dhe veshje, prova të qarta se punëtorët e kartelit kishin qëndruar aty për disa ditë. Në një post ku ishte vendosur një pankartë me shënimin për marrëveshje, numri i telefonit, dukshëm i drejtuar ushtarëve, dëshmi e përpjekjeve për të korruptuar forcat e sigurisë. Ka përkushtim të vërtet nga shteti, por problemi është serioz dhe tregu për drogat sintetike nuk ndalet, thot General Brigade Porfirio Fuentes Velez. Megjithatë, në biseda jashtë regjistrimit, zyrtarët pranojnë korrupsionin mbetet i përhapur dhe nuk janë të paktë ata që kanë bashkëpunuar fshehurazi me kartelet, përfshirë shkreun e sigurisë publike i dënuar më vonë SBA për marrje rishfeti nga vetë karteli i Sinaloas. Luftë brenda luftës, karteli shpërthen nga brenda. Në Culiacan, gjakderdhja është intensifikuar pasi 2 lider të rëndësishëm të kartelit u arrestuan në Texas. Ismael Zambada Garcia Elmayo dhe Joaquin Guzman Lopez, djali El Chapos. Arrestimi i Elmayos besohet se ndodhi pas një tradhtie nga Guzman Lopez, duke çuar në ndarje të brendshme dhe luftë përgjakshme për pushtet. Pasojat janë dramatike, mbi 1200 njerëz të vrarë brenda një viti, më shumë se 2 fishi krahasuar me një vit më parë. Shumë prej tyre janë civil të pafajshëm, shkollat janë boshatisur, fëmijët mësojnë si të fshihen gjatë shtënave, ndërsa qyteti hesht kur bie nata. Dhimbja e familjeve, kam frikë të jem grua në Meksik. Një nga viktimat ishte Vivian Carelia Espuro, 26 vjeçe. Trupi i saj u gjet pas 17 ditësh të zhdukur. Në funeral, nëna e saj shpërthen në një britnë që përshkon gjithë Varezën. Motra e saj Alma rrëfen. Ajo nuk kishte lidhje me kartelet, por lufta ka shkatruar gjithçka. Më parë kishte kode, gra dhe fëmijë nuk prekeshin. Tani nuk ka më rregulla. Të rinjt vazhdojnë të rekrutohen nga kartelet me premtime për pasuri të shpejtë. Nëse nuk ndryshon kërkesa për drogë në SBA, kjo luftë nuk do të mbarojë kurrë, thot Miguel Calderon nga Këshilli Shtetëror për Sigurinë Publike. Në fund të ditës, përballë kësaj industrie të fuqishme janë njerëzit e thjeshtë, ata që mbajnë peshën më të rëndë. Të jesh grua në Meksik sot është si të ecësh me sy të mbyllur në një fushë me mina, kam frikë. Dhe më shumë se çdo gjë kam frikë se askush nuk do të na ndihmojë, thot Alma, ndërsa shikon motrën e saj të prehet në ndë.